Nuk është e mundur që në këtë botë të bukur, e vetmja gjë që dim mirë ta realizojmë janë katastrofat dhe luftrat e pafundme. Nuk mund të mbindi asnjë që thjesht gjithçka ndodh është e rastësishme. Mbi këtë teori fillova të hulumtoj për gjetur se kush janë ato familje që komandojnë në emër të një race jashtëtoksore. Logjikisht, asgjë në këtë botë nuk ka kuptim, dhe duket që sistemi punon me këmbgulje kundra nesh. Në përgjithësi ekzistojnë dy mendime të ndryshme se si funksionon bota dhe mendoj se bien gjithë dakord. E para është ajo e një grupimi njerëzish që besojnë tek familja dhe tek organizata që kontrollojnë botën, të cilët përpiqen që të fitojnë sa më shumë për vete duke sjellë kaos në botë. Megjithatë nuk ekzistojnë organizata aq të forta sa në mënyrë të pavarur të kontrollojnë botën. Mendimi i dytë, apo teoria e dytë, është se ekzistojnë familje të vjetra që zën fill nga Sumeria e lashtë, pastaj Egjipti, Vatikani, dhe që prej mijëra vjetësh kontrollojnë këtë botë. Pranimi i kësaj teorie të dytë me të cilën merret dhe kanali, kërkon pjesëmarrjen edhe të forcave më të mëdha, ndërhyrja e të cilave shpjegon edhe temën tonë të sotme. Por le t'i marrim gjërat me radhë. Skenari i parë ka shumë gjëra të palogjikshme për të cilat nuk kam gjetur një përgjigje të saktë. E para janë natyrisht piramidat, të cilat na arsyetton se janë ndërtuar për 30 vjet nga një civilizim që sapo kishte dalë nga shpella, i cili kishte dieni për probleme mjaft komplikuara matematikore, astronomike, ndërtimore, të cilat ishin nevojshme për ndërtuar piramidat. Çuditërisht, këto dije, nëse shpellarët i kishin, filluan avash të humbin me kalimin e kohës. Dhe kur shohim ndërtimet me gurtë mes jetës, të themi, tek kështjellat, të vjen për të qeshur kur i krahason me piramidat. Asnjë mendje shëndosh nuk është në gjendje që të kuptoj se si është e mundur që mrekullitë e 2-3.000 vjetëve më parë nuk mund të krahasohen me ndërtimet e mesjetës, dhe ç'është më e çuditshmja. Ne sot, me teknologjinë që zotrojmë, nuk jemi në gjendje që të ndërtojmë dot mrekullitë që janë realizuar nga njerëzit që dolën nga shpellat para më se 4.000 vjetësh. Pas 3.000 vjetësh, ne kemi disa kështjella në majt kodrave të ndërtuar me gur që peshojnë shumëta 50 apo të themi 100 kg. Ndërkohë që para 4.000 vjetësh, kemi bloqe që peshojnë deri në 100 ton. Në qoftë se kemi ndjekur në emisionin e piramidave, ekziston teoria e shkrirjes së betonit, apo atij që quhet cement. Por ku i gjetën shpellarët dijet matematikore dhe ato astronomike? Siç besoj se keni dëgjuar, ne kemi në Liban blok guri prej 900 tonësh, të vendosur në lartësi prej 9 metrash, dhe rreth rrotull ka gur të tillë të mëdhenj, gjë që tregon se janë zvarritur. Një fakt tjetër interesant është Homo sapiens i parë, që daton rreth 300.000 vjet më parë. Si është e mundur që raca jon 290.000 vjet ende të vërdall duke mos lënë asnjë gjurmë në të gjithë botën, dhe pa pritur, transformohet në një lloj Tesle dhe fillon të ndërtojë megalitet të cilat nga ana e tyre fillojnë të harrohen me kalimin e shekujve dhe vinë në mesjet dhe ndërtojnë kështjella që janë një miniaturë në raport me piramidat. Duke ardhur në kohët tona, vëmre një anomali me atë që quhet Rusia, një vend me një territor gjigant, me pasuri të pamata mbi dhe nën toksore, me një forcë ushtarake të pallogaritshme, por që çuditërisht lejon që ta shfrytëzojnë dhe përçmojnë forca që dukesh që janë më të dobta se ajo, dhe e kanë fjalën për ngjarje deri të themi nga vitet 2000. Kjo nuk ka asnjë logjik. Përse një vend i tillë ka heshur gjatë gjithë kohës, ndërkohë që të tjerët e kritikonin? Tek teoria e parë të bën përshtypje simbolet okulte që gëlojnë gjithandej. Në qoftë se masonët nuk kanë asnjë fuqi dhe gjithçka është një budallëk, siç do ta paraqes mainstream media, dhe bota është kaotike në mënyrë natyrale, përse simbolet masonike shpërthejnë gjithandej? Përse këto simbole duhet jenë të stampuara në monedhë më të fortë në botë, këto 150 vjet të fundit? Ne t'i hedhim tani një sy skenarit të dytë që thotë se familjet e vjetra kontrollojnë prej mijëra vjetësh këtë botë, dhe po që se kjo është e vërtet, dalim në konkluzionin e logjikshëm që pas tyre ekzistojnë forca më të errta, dhe do ta sqaroj me hollësi. Giancarlo Pallavicini është një ekonomist nga Milano dhe ish këshilltar i qeverisë sovjetike të saj kohe. Princ Filippo Rospigliosi është kont i Newburgh në Skoci dhe pronar i titullit Pallavicini, që nga Venecia dhe Gjenova. Stema Pallavicini është një shqiponjë me 2 koka, me një fushë shahu poshtë saj, si lozha masonike skoceze.
Elvina Pallavicini është e njohur për marrëveshjen e sulmit mbi Irakun. Pallavicinët janë arkitektët më të mëdhenj të këtij konflikti. Princi Morello Diaz Vittoria Pallavicini dhe Princi Sigeri Diaz della Vittoria Pallavicini janë njerëzit më të fuqishëm të Romës dhe botës. Familja Pallavicini kanë shekuj që janë bankerë të Gjenovës dhe Banka e Gjenovës është krijuar në vitin 1482. Në qoftë se vërtet këta komandojnë me shekuj, atëherë ka kuptim shpreha për çfarë sundon. Bijem të gjithë dakord besoj se civilizimi i rrotullohet përreth paras. Në qoftë se këto familje kontrollojnë botën, kuptohet se mund të shtypin para sa të duan, për borxhet e shumta, ndërkohë që nuk kanë mbulim me flori. E gjithë historia është idiotësi, sepse bazohet tek besimi se ekziston një bankë qendrore në të cilën ekziston gjithë ajo para në vlerë reale. Më thoni ju se unë nuk mund të gjej dot asnjë të fortë që të ketë këllqe dhe të shkojë në bankë dhe të kërkojë llogari për sasinë e parave që gjenden aty, aq më shumë se paraja e sotme është digjitale. Çfarë ndodhi pas krizës 2008-s? Miliona njerëz mbetën pa shtëpi ose u futën në borxhe për të paguar kredit. Falimentoi banka e katër investimeve në botë, Lehman Brothers, por të tjera shpëtuan. Për shembull, Merrill Lynch tani është Bank of America. Por nëse paraja e letër nuk ka mbulim me arë, ku është problemi që nuk shtype që të kenë për të gjithë? Dikush do të thotë se nuk ka shumë lëndë të parë, por ekziston një fakt bindës që rezon këtë teori dhe ky fakt quhet Kina. Në qoftë se Kina prej mos e 1 miliard njerëzish ishte para 50 vjetësh në varfëri, sot është transformuar në superfuqi botërore, gjë që tregon se ka mjaftueshëm për të gjithë. Në qoftë se fisnikëria e zezë ekziston, kë sundojnë ata? Ti kontrollon dhe drejton botën, por kë dominon veten tënde? Duket si absurd, por prisni pak. Disa do të thonë se duan të globalizojnë botën, por ata e komandonin botën edhe para globalizmit. Jo rastësisht, komunizmi erdhi në pushtet pas luftës së dytë botërore, dhe jo rastësisht bankierët dhe industrialistët financuan këtë luftë. Nuk u globalizua bota se po rrezikohesh fisnikëria e zezë, por këtë realizoi teknologjia. Bota nuk po shkon drejt globalizmit, por drejt teknokratizmit. Pra e thënë thjesht, roja do të ketë në dorë një hark me shigjet apo një pushkë moderne. Në qoftë se kulti i fuqisë ka ekzistuar me shekuj, i bie që shtetet nuk kanë asnjë rol përveç se të mashtrojnë qytetarët. Në qoftë se nëpërmjet mediave trumbetojmë dashurinë, miqësinë dhe prosperitetin, ne do të përfitojmë njerëz që na duan. Por në qoftë se ndjekim taktikën e mundimit, luftrave dhe frikës në përgjithësi, do të kemi si pasojë demonstrata, urrëtie dhe njerëz të zemëruar që mezi presin që të na linçojnë, të themi si Ceaușescu. Në të dy rastet, ne që kontrollojmë popujt jemi përsëri mbi ta, i komandojmë. Atëherë lind pyetja, pse dikush që kontrollon botën duhet zgjedh rrugën e vështirë? Ktu ka dy përgjigje. Pikë së pari duhet të ekzistojë dikush mbi të që e detyron të veprojnë në këtë mënyrë, dhe varianti i dytë se këto familje nuk ekzistojnë dhe nena kanë mashtruar gjithkohën. Kuptohet se përgjigjja e dytë nuk është e saktë, sepse ka shumë fakte që vërtetojnë të kundërt. Princ Dominic Pallavicini bashkëpunon me shtëpinë Grimaldi në Monaco. Don Guglielmo Pallavicini është i martuar me Donna Elvina de Medici, e cila shikohet si mbretëresha e fisnikërisë së zezë. Një pjesë e familjes e njohur si Tsaki Pallavicini banon në Hungari. Merkuis Alfonso Pallavicino ishte një nga njerëzit kyç të grupit ndërkombëtar bankar BNP Paribas. Antarë të familjes janë të shpërndarë në Itali dhe Austri. Janë të përzier me aristokracinë athinase, si dhe me familjen gjermane Württemberg. Kanë sunduar si princin në Gjenova, Milano, Budapest dhe Vjenë. Janë kushërinj edhe fisnikërinë papnore nëpërmjet familje Rospigliosi, si dhe me familjen aristokrate angleze Cromwell. Horatio Pallavicino ishte dhe financieri kurorës britanike. Pas shumë martesash me familjen Cromwell, mbiu dhe mbiemri Pallavicini. Shumë interesant është edhe emri fisnikëria e zezë. Emër ky që na çon në lindjen e mesme, pikërisht aty ku zë fill gjithë civilizimet e lashta. Logjikisht, aristokracia e atyre vendeve u shpërngul për në veri në klima më të favorshme, duke u infiltruar me rasat e njerëzve të bardhë
dhe duke krijuar kristianizmin dhe islamin, dhe duke edukuar nëpërmjet generalëve jezuit. Gjithashtu ushtrinë në lindjen e largët, duke u infiltruar gjithashtu. Filluan të vendosin papët, si dhe familjet aristokratike në të gjithë Europën, si dhe në Rusi, duke vendosur mbretër. Lavazhi masave ja lanë në dorë jezuitëve, të cilët filluan të hapin shkollat e tyre në mbar botën, si dhe duke ndikuar në ashtu quajturën shkencë, ekonomi dhe teknologji. Kur erdhi koha për shkencën dhe biznesin, krijuan lozhat masonike. Dikujt mund t'i duket e pabesueshme që lidhje familjare të ruhen me shekuj, por çdo të thot fakt historik për cilin historia bie dakord. Përse të gjithë familjet mbretërore janë përzier me njëra tjetrën, që nga mesjeta, dhe gjithashtu e dim se ekziston fisnikëria papnore. Dim gjithashtu se ekziston banka që në shekullin e 15. Banka Monte dei Paschi di Siena daton që në 1472 në Toskanë. Pra, këto familje na kontrollojnë nëpërmjet bankave dhe nuk janë të rrezikuara kur nga ana jonë. Por përse ata veprojnë në të kundërt logjikës? Ne acarojnë në një shkallë të tillë që ne t'ju urrejmë ata. Kjo nuk ka logjik, se ata na kontrollojnë dhe pa krijuar urrejtje. I vetmi shpjegim logjikës se ekziston dikush tjetër më i fortë, i cili pengon racën njerëzore në zhvillimin e saj shpirtëror. Janë jashtëtoksor, apo një forcë demoniake që na rrethon, unë këtë nuk e di. Ata që na kontrollojnë mund të jenë të këqij, por nuk mund të jetë një idiot, saqë pas një arsye të krijojnë urrejtje dhe reagim. Qëtë si gjithçka është në univers, dhe pikërisht në atë fushë, ne çuditërisht nuk bëjmë përpara, që do të thotë se fshihet nga sytë tanë. Të gjitha faktet shojnë përfundimin që dikush e pengon zhvillimin e racës njerëzore në aspektin shpirtëror, dhe ky dikush përfundimisht nuk është një grup njerëz të këqij me fuqi të madhe. Është një racë e keqe që na komandon që nga klonimi i parë. E kemi përmendur në kanal që kur rusët hynë në Berlin në 1945, midis të tjerave gjetën dokumentat e Anne Nerbes, që ishte maja e shoqërisë vril të krijuar nga kroatja Maria Ošić. Anne Nerbe ishte një institut kërkimor i krijuar në 1935 në Gjermaninë naziste, i lidhur ngushtë me SS-ët dhe drejtohej nga figura si Heinrich Himmler. Kuptimi i kësaj fjale është parafërsisht kështu: trashëgimia e të parëve gjerman. Thelbi i kësaj shoqërie ishte që të provonte se rasa ariane ishte superiore dhe kishte origjinë të lashtë, pothuajse mistike. Anne Nerbe u përfshirë në aktivitete shumë dyshimta dhe të rrezikshme, eksperimente me njerëz në kampet naziste, manipulimi i historisë për propagandë, si dhe kërkime pseudoshkencore për racat. Një nga aspektet më të njohura janë ekspeditat, të cilat lidhen dhe me temën e sotme të kanalit. Ka kryer një ekspeditë në 38-39 në Tibet për kërkuar rrënjët ariane. Ka kryer edhe ekspedita të ndryshme në Europë për artefakte të lashta dhe shpesh këto ekspedita përzihen edhe me okultizëm, mite si Atlantida, si dhe kërkime për objekte me fuqi të veçanta. Por përse nazistët shkuan pikërisht në Tibet për ekspeditë? Natyrisht ata e dinin se nën Tibet ekziston një nga hyrje për në Shambhala, që ruhet nga budistët me në krye Dalai Lama. Do të flasim në një emision tjetër për këto ngjarje. Pra, Anne Nerbe ishte një institucion që kishte dije ezoterike, dhe kur rusët hynë në Berlin, kanë marrë plot 9 vagon treni me dokumenta sensitive, të cilat që në ruajtën nga koloneli SS Wolf. Në një nga dokumentat, rusët gjetën itinerarin e saktë se si mund të shkojnë në ujë me nëndesën në kontinentin poshtë Antarktidës. Dhe këtë provë rusët e bën që në 1945, duke dërguar 5 nëndesë në Antarktidë, të cilat ndoqën me përpikpëri itinerarin me koordinata sakta që gjetën në dokumenta. Problemi është se nëndesët ruse u goditën nga një civilizim shumë i përparuar, duke i detyruar që të kthehen mbrapsht me 3 nëndesë të shkatruara. Nuk është folur asnjëherë për këtë incident. Qenë amerikanët ata që provuan me anë të admiralit Byrd që të eksploronin Antarktidën, por edhe kësaj radhe u kthyer me bish në shalë. Siç dhe deklaroi admirali, teknologjia e tyre që na sulmuan që vite dritë larg tonës. Çfarë dinin në atë kohë rusët dhe amerikanët që ne të thjeshtën nuk e dimë sot e kësaj dite? Më 1 dhjetor 1959, unë nënshkrua një marrëveshje ndërkombëtare në Washington DC mbi Antarktidën, e cila hyri në fuqi në 1961. Kjo marrëveshje ndalon çdo aktivitet ushtarak në Antarktidë, ndalon testet bërthamore, si dhe depozitimin e mbetjeve radioaktive,
lejohet udhëtimi për kërkime shkencore dhe shtetet mund të mbani pretendime territoriale, por nuk mund t'i zgjeronin ato gjatë traktatit. Si fillime nënshkruan 12 shtete: Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Sovjetik, Britania e Madhe, Argentina, Kili, Australia, Franca, Norvegjia, Zelanda e Re e me radhë. Sot janë 50 shtete anëtare. Jetojmë në një botë ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si eksportuesi më i madh në botë i demokracisë, nuk ka në shtet në botë pa sulmuar për t'i robëruar dhe për t'i vjedhur burimet dhe lëndet e para. Kam përdorur dy mënyra për këtë genocide që bëjnë: ndërhyrjen ushtarake apo ndërhyrje financiare. Dhe ndërkohë që shumë shtete në botë kanë krijuar tashmë ushtrinë hapësinore, si është e mundur që asnjë nga këto trima që gëlojnë sot në planet nuk guxon t'i afrohet Antarktidës? Çfarë ka në Antarktidë që e gjithë elita botërore bëhen të urtë dhe nuk e shkelin marrëveshjen e Antarktidës, ndërkohë që vrasin gra dhe fëmijë në Gaza, duke mos pyetur fare as për OKB-n dhe as për CIP në fundit. Nga kush kanë frikë? Mendojeni një herë me gjaktësi dhe jam i bindur që konkluzioni është shumë i thjeshtë. Aty ndodhet gjë më i fortë. Ishi tek bota e fshet, aty ku realiteti është fantastiko shkencor. Regjistrohuni dhe deri tek emisioni i radhës, mirupafshim.